Do na kalosh pak te Tirana. Çfarë po ndodh me Tiranën e madhe? Që është kjo gjendje e ekipit? Shiko, një sekret do t'ja them ju. Riti ka qenë tifoz i Partizanit. Presidenti i Tiranës, po është Tiranës. Po pse ishte tifoz i Partizanit? Se ne ishim te shkolla Mistomame. Dhe shkolla Mistomame ishte në jurisdiksionin të ndarë me rajone që e kapte klubi i Partizanit. Prandaj ishte me Partizanin. Riti kishte qef të luante futboll. Riti lojtar teknik. Birës djali vet në një farë mënyrë kishin ngjashmëri. Grenti po. Djali vet do të lojtar teknik. Mirë po. Lojtar teknik zakonisht janë aristokrat. Janë intelektual. Që do të thotë ruan. Çimuza nuk shpenzonte energji maksimale. Çimuza raste golin aty 40 metra gol do të çado. 1-0 të bona, a do të dal, dilte nga lojë. Do të thonë Tirana ka problem që nuk ka më Çimuça në ekip? Po. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.